Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Besoj që keni pasur një javë të këndshme dhe minutat në vazhdim do t'i kalojmë bashkë me materialet të cilat i kemi përgatitur për fytyrat tona publike. E mbrëmjen e sonte më nisim me një histori e cila ka të bëjë me familjen Berisha. Së fundmi Tuna dhe Patricia janë bërë prindër të një djali të quajtur Tian. E sonte vjen në prive Roberti për të na shpalosur më shumë detaje se si e pritën ata djalin e parë në familjen e tyre. E ndjekim historien nga Vlorian Halili. Për para, po flas ka pas gjithçysh ka qenë një këngëtar i kokut, edhe një këngëtar i zbavicës, ose reper, ose femën, ose mashkull, gjithçysh janë bërë bashkëpunimet, kombinimet me një këngëtar të live. Tash gjeneratat kanë ndru, edhe po shkojnë me kombinim femën mashkull, zbavicë, hip hop, R&B, popullores ka nejtë ma shumë mramje familjare që janë matralla. Të jesh fytyrë publike vetë është më e thjeshtë se sa të kesh gjithë familjen. Roberti, Nora, Era, Tuna, Patrici në një formë ose tjetrën e gjithë familja pjesë e shkrimeve roz. Derisa janë të vërteta që ato lojme, është okej, s'munësh me nalë. Po diçka që s'po janë të vërteta ose titujt adim që i bojnë, janë pak s'po di, nashta mu i shdasht në këngu ma shumë, janë familjar, dhe i martu me fëmijë. Nashta të të rejat e trit nuk preken shumë, dhe nuk i pengon edhe shumë, nashta dhe bashkë ju konvenon, sa ma mu përfol për ta, është një farë reklame. E po kjo është e pranishme gjithmonë kur ke pranë muzikën. E tek kjo pjesë, Roberti po vazhdon punën intenzive në prag të verës. Që më dashtë shumë ma herët me qitë diçka, po s'po bën me dalë me gjithë shka. O koha që tash është konkurenca qa që e madhe, qa që e fort që po dush me dalë diçka me sigur. Edhe kam dy projekte, kam me dalë dy projekte dërin fond qëshorit. Një është bashkëpunim, një jem vetë, tash bashkëpunime me qëprizë.
Rene tashmë gati 2 vjeçe dhe pak a shumë dihet karakteri i saj. E kjo na bën të mendojmë për relacionin mes dy fëmijëve më të vegjël të familjes Berisha. Muj me thonë, me folë për Rene është qash një dashtën, jo që është edhe fëmijë jemi, po është qash fëmijë i dashtën, kur të qas në park me lujtë, këtu s'ka fëmija, o me i madha me i vogël, që sa frotë dhe me përqafe dhe i donë shumë fëmijë. Në zdo presim një mushë 3 vjetë me qunë qedës, është shumë e shëshnushme. Kështë që e di që ka mu knaqë, edhe i djemë t'i dënë ma shumë. Kështë që e di që kanë me qunë mirë. Si vlla e si xhaxha, zakoni e do që një dhuratë të jepet në momentin e ardhjes në jetë të Tianit të vogël. E në këtë rast, edhe Roberti ishte mjaft i kujdesshëm. Se ku menu, po 100% ka me qenë një dhuratë që ju krymë punë, se dhurata ka fare, po diçka që ju krymë punë edhe që do më metë kujtim, është e metë kujtim. Në alo kom dhurata agja jam, unë kom 3 agjë, unë dhe thonë që një lodët që ta ka pru dhe alo e monë, se unë qëto e din që alo e kemi, të ta ka pru agja, që ta shumë e 14 i bëja, dhe në qyshë edhe metë kujtim. Senet që janë që hargjohëm, unë kërës nuk posë qëtë me dhona e dhurat në dhuru, parke, shtimi hargjohëm. Diçka ma mirë nështë është e ma vogël se parkimi, në qime nështë është e ma pak, po diçka qime. Ajo që i preokupoi gazetarët ishte mungesa e Norës në baby shower të Tunës, pak para se kjo e fundit të bëhej nën. Pa i po, kanë drejtë se edhe për ditëlindje për shembull, Nora ka mungu në ditëlindjen tempe, ku mungu në ditëlindje e Norës, nëse qëllon e premë të shtunë. Normal që ko me mungu se mi pas milionat në bankë, besë që e kësha me lu qëfar për koncertit i ditëlindjen e Gustem ose për një baby shower kulatës. E shtunë ka qenë, normal që edhe Tuna është dashtë me bërë shtunën se shumicën e shoqënisë familjarëve të shtunën e ma të lirë, kështu që ka qenë në koncertora, edhe s'ka mund me marrë pjesë, i nakë ma herët jenë pa, ka qenë ditëlindja e kulatës tjetër, që ka mund edhe blanë e malë, kështu që jenë pa të premten, edhe i ka thonë që në baby shower nuk me marë se nese dhe tëj, se në mos Tuna dhëtë një kuptu këtë sene, se Tuna vetë është në qitë profesion. Kështu që kur gjo s'ka, teta raportet janë shumë të mira, edhe para se me ndodhë Tuna Patrisi, kanë qenë raportet si me çdo kolege. Nora nuk është e atyre që ka pas ndonjë problem ose ndonjë mosmarrëveshje me një kolege, është vetë më i butë, kështu që nuk ka kërgjo vërteta. Urimet më të sinqerta për familjen e madhe Berisha për ardhin në jetë të Tianit të vogël. Sa gur ka bunari, nuk mundesh me numru. Sa e don gjagji Robert Tianin e vogël, s'mundesh me besu.